Rreth 3.000 euro kushton 1 kilogram tartuf dhe në Shqipëri kjo kërpudhe rrallë rritet gjerësisht. Tartufi shqiptar është shumë i ngjashëm me kushëririn e tij francez, por ato kushtojnë shumë më pak. Aq me vlerë është tartufi i bardhë, saqë është i kuatuar edhe në bursë ku çmimet fillojnë nga 300 deri në 1.000 euro. Tartufi është një lloj kërpudhe që rritet në rrjenjë të lisit, blirit, pishës dhe shelgut e egër. Zakonisht e rritet në tokë pranore dhe nuk ka as rrënjë, as zjethe, as deg. Kjo specia është në formën e zhardokut dhe e merr ushqimin nga rrënjët e bimeve të tjera. Ai thith prej rrënjëve kripëra minerale, të cilat janë pikërisht ato që bëjnë kaq të kërkuar dhe të çmuar. Në natyrë gjenden disa lloje tartufi, i ziu, ai që haset më shpesh dhe që arrin një vlerë deri në 350 euro për kilogram. Tartufi i bardhë ngjan me zhardokët e patates, por me formacion më të shregut, të cilët çmohen më shumë për shkak të vlerave ushqyese dhe shijeve që mbartin. E veçanta e këtyre kërpudhave është se aroma e tyre varet nga bima në të cilën rritet. Tartufi me i shtrenjtë rritet në rrjenjtë e lisit dhe merr aromën e kësaj peme. Zhardoku i tartufit e merr formën nga formacioni i terrenit dhe nga rrjenjët e bimeve në të cilat paraziton. Sa më i madh të jetë zhardoku i tartufit, aq më shumë vlerësohet, e për këtë arsye rritet edhe çmimi. Kërpudhat e zonës së Reçit në Malsinë e Madhe janë gjithashtu të kërkuara dhe eksportohen në Francë. Këto kërpudha rriten në zonën e gështenjave dhe mbulohen nga deg dhe gjethe gështenjash. Tartufi është padyshim një thesar i fshehur në pyjet tona.